Po problemi është se ky polarizimi shoqëror që është ndikuar prej politikës ka ndikuar që të na edhe kjo gjuha mu diskreditu shumë ndaj të tjerëve në përgjithësi, me pas shumë gjuhë të urrëties, sidomos në komente në media sociale. Domethënë aty vërejmë që nëse përmbajtja nuk është me atë përmbushjen tëme politike ose të tjetrit, edhe aty fillon një gjuhë e urrëties shumë e rëndë. Dhe kjo ka ndikuar që shpesh herë kur edhe gratë politikane përfshihen domethënë në këtë diskurs, ata të diskreditohen në forma të tilla me gjuhë të urrëties. Besa ka raste edhe kur janë kërcënu me mesazhe të drejtë për drejta, domethënë këto gra politikane, por njëkohësisht kjo në bazë të diskutimeve dhe paraqitjeve publike të tyre e kemi parë që në një farë forme, edhe pse disa janë gra të forta edhe i përballojnë këto, po disa të tjera, sidomos gratë më të reja që synojnë mu marrë me politikë në një farë forme, po i demoralizon kjo edhe sidomos ata që studiojnë shkenca politike, në një farë forme nuk po i lën shumë hapësirë që me mendu me u marrë me politikë në bazë të kësaj gjuhe të urrëties që përdoret. Po më e keqja këtu është kur politika ushqen këtë gjuhë dhe kjo i jep në një farë forme kredibilitet atyre që përdorin gjuhë të urrëties në media sociale, për të cilët për shembull nuk i dim kush janë drejt për drejt, por nëse politika e përdor këto, atëherë kjo është problem i madh.